Në një moment të rëndësishëm për stabilitetin financiar dhe rrugën e integrimit evropian, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, zhvilloi një takim zyrtar me drejtoreshën ekzekutive të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Adela Xhemali. Guvernatori Sejko prezantoi ecurinë e ekonomisë, gjendjen e sistemit financiar dhe perspektivat afatmesme, duke vënë theksin te ruajtja e stabilitetit në kushtet e rritjes së pasigurive në tregjet dhe financat globale. Ai nënvizoi gjithashtu masat rregullatore të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë për forcimin e mbrojtjes së konsumatorit dhe rritjen e transparencës në marrëdhëniet mes institucioneve financiare dhe qytetarëve. Në fokus të diskutimeve ishte edhe intensifikimi i bashkëpunimit mes sektorit bankar dhe atij jo bankar në kuadër të krijimit të grupeve financiare ndërsektoriale. Palët vlerësuan si të domosdoshëm shkëmbimin më të strukturuar të informacionit dhe koordinimin më të fortë mbikëqyrës për të identifikuar në kohë rreziqet që mund të cënojnë stabilitetin financiar. Takimi u zhvillua në kuadër të procesit të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, ku bashkëpunimi ndërinstitucional mes Bankës së Shqipërisë dhe AMF-s konsiderohet kyç për përmbushjen e detyrimeve që lidhen me kapitujt për shërbimet financiare, lëvizjen e lirë të kapitalit dhe politikën ekonomike e monetare.